Letë shkojmë në një moment tjetër që është po i kësaj natyre. Dhunë barbare mes adoleshenteve. Vajza 17 vjeçare. Një video të rënditëse që qarkulloj në rrjetet sociale, edhe këtë s'mund të përdorim, ku një 17 vjeçare dhunohet nga bashkëmoshataret, e kanë thirrur dhe e kanë torturuar në mënyrë barbare. Edhe me simbole kështu, kanë patur simbolet Kalashnikovit në përduare në për këto. Zënja Lala tani si ka ndodhur kjo ngjarje? Pas publikimit, çfarë ka ndodhur me këto vajza? Tani duhet të sqaroj që janë 3 protagoniste të cilat dyshohen për ushtrimin e dhunës barbare ndaj një 17 vjeçare, 2 prej cilave janë 15 vjeçare, ndërkohë njëra është 19 vjeçare. Pra është në moshë madhore. Patjetër që skena është tronditse, vajza e dhunuar çuditërisht nuk reagon në asnjë moment. Do kisha preferuar si nënë dhe si grua që ajo video mos të publikohej, por ndoshta ndonjëherë raste të tilla mund të shërbejnë dhe mund të vënë në janë në interes të opinionit publik shumë, e kupton? Por problemi është që... Dhe kur një ngjarje është shumë, me sa di unë tani nga gazetaria dhe nga këto, nga që kur është shumë në interes publikut, ato deklarohen. Por video është aq tronditse sa unë mendoj që ne kemi vrarë e rivrar atë vajzën që ka pësuar aktin traumatik të dhunës. Tani, në datën, pra se ngjarja nuk është e ditëve të sotme, është gati thuajse një muaj përpara. Vajza 17 vjeçare është thirrur nga 19 vjeçaria, nuk besoj se ka nevojë për emrat sepse normalisht janë të mitura dhe është problematike. Është thirrur në banesën e saj dhe atje 2 e kanë dhunuar dhe një tjetër ka filmuar të gjithë aktin. Ajo nuk e ka rrëfyer, pra ka shkuar në spital, ka marrë ndihmë mjekësore, nuk e ka rrëfyer fillimisht, por akti i dhunës ka qenë aq i fortë sa një moment është dorëzuar dhe bashkë me nënën e saj më pas ka bërë edhe kallëzimin në polici. Me sa duket reagimi ka ardhur shumë i fortë pas publikimit të videos, sepse ditën e sotme kemi dhe pezullimin e një zyrtari policie në lidhje me këtë ngjarje, ndërkohë që njëra nga 15 vjeçare, dhe ky është një alarm tjetër dhe problematik tjetër, rezulton me kartel mjekësore dhe rezulton me problematika të shëndetit mendor, pra vuan nga skizofrenia. Dhe institucionet kanë patur informacion prej një kohe dhe për shkak të diagnozës që ajo ka, do duhet të ketë institucione ose ambiente të riedukimit, sepse ne nuk kemi as institucionet specializuar për këtë çështje dhe kjo është një tjetër këmban alarmi. Pra është e diagnostikuar me skizofreni dhe qëndronte në shtëpi dhe ka dhunuar edhe nënën e vetë. Dhe vetëm pasi ka dhunuar nënën në mënyrë barbare dhe pas denoncimit të nënës, ajo është arrestuar. Problemi është që për shkak të kushteve shëndetësore, pra për shkak problematikave të shëndetit mendor, ajo është dërguar përkohësisht me masë mjekësore. Çështja është që në Shqipëri... Pa video në ato, mund t'i kemi fotot të këtyre vajzave. Një institucion të specializuar për t'i mbajtur raste të tilla. Jo video, fotot. Raste të tilla. Pra masat mjekësore maksimumi mund të zgjasin deri në 1 vit dhe ato lirohen. Pra kjo problematik ka të bëj me familjen, ka të bëj me shkollën, ka të bëj me mënyrën se si po rritet brezi, pra nuk e ka në dorë nëna dhe babai apo mësuesi, por është TikToku, është Facebooku, është Snapchati, janë rrjetet sociale, është teknologjia e tjera me radhë. Mos është edhe një çik droga? Është patjetër, ndoshta edhe konsumimi i lëndë narkotike, mjafton të shikoje duart e vajzave që kanë tatuazh dhe besoj është tatuazh i përhershëm me armë zjarri. Pra aty kupton se çfarë brezi i ri i frikshëm dhe problematik po rritet. Pra ne nuk mund të fajsojmë sot vetëm familjen apo vetëm shkollën. Ka një sër problematikash dhe një sër çështje që duhen diskutuar. Tani, ne kemi marrë dhe kemi folur për 2 15 vjeçare. Njëra është e diagnostikuar me skizofreni dhe normalisht nuk duhet të ishte as në shtëpinë e vet, as duke dhunuar një vajzë tjetër, po do duhet të ishte në kujdesin e mjekëve të specializuar dhe të jepej trajtimi i duhur dhe i specializuar. Por në Shqipëri harxhohen ja 4 milione ca euro për një koncert, ndërkohë që ne nuk kemi, jo s'është përqeshur, është realisht për të vënë kujën sokole. Disa raste kemi që janë persona që vuan nga skizofrenia dhe janë të lirë rrugëve të Tiranës apo rrugëve të Shqipërisë. Pa fund. Dhe ke pafundësisht. Zoti Rakipi, vetëm përpara SPAK-ut vinë pafund njerëz të smur me skizofreni dhe unë e Gjevahiri jemi dëshmitar kërkojnë zgjidhje dhe pretendojnë zgjidhje në SPAK sepse
Ore, po të them vinë persona... Probleme shëndetësore? Për çdo problem që kanë... Për çdo problem shkojnë në SPAK, dhe ata të cilët janë me probleme skizofrenie, vinë dhe përtasin përpara SPAK-ut, dhe ka një numër të lartë personash. Ka një problem tjetër ligjor. E kupton? Dhe ne ndërkohë si shtet, pra qeveria shqiptare, për një Se dhe këta në SPAK koncert... e kërkojnë zgjidhjen. Po tani nuk Përveç politikanëve, jo më i madhe tani se po ma biti me këtë se përveç politikanëve që i kërkojnë aty. Ke vjetra raste që vinë me problematika të karakterit mendor që vinë përpara SPAK-ut, pra e kupton, ne nuk kemi një institucion të specializuar për t'i trajtuar këto personazhe. Si ishte roli policit në këtë histori? Atëherë, sa i përket rolit policit, 2 nga vajzat e kanë kontaktuar oficerin e policisë dhe janë ofruar duke i joshur fillimisht edhe seksualisht. Punojnësi i policisë ka thënë që dhe i kanë kërkuar të pushojë dhe të mbyllej çështja. Ai ju ka thënë që nuk mund të vijonte ta bënte një gjë të tillë, nuk ishte në targetin e tij, megjithatë fakti që ka mbajtur kontakte, pra komunikim me vajzat, është konsideruar kontakti papërshtatshëm dhe për këtë arsye është pezulluar. Ai është babai i 2 fëmijëve. A iku dhe polici shkret thotë. Është pezulluar dhe një punonjës policie. Pra ta thash që në krye të herës. Për shkak të shkarkuar fare. Si? Është shkarkuar nga Jo, është pezullim, sepse normalisht duhet hetohet edhe duhet shkojë deri në fund. Por çështja është nuk duhet parë vetëm tek akti i dhunës së tronditës, është absolutisht shumë i rëndë, por duhet parë kjo ngjarje në shumë dimensione. E kupton? Do të thënë, edhe institucione që nuk kanë reaguar. Si është e mundur që një vajzë e vogël me skizofreni, është 15 vjeçare, më vjen shumë keq që është në ato kushte, por nuk ka marrë trajtimin e duhur mjekësor. Pra në këtë vend nuk funksionon asnjë hallk. Dhe ne kemi mbritur në këtë pikën që një vajzë e pambrojtur dhunohet barbarisht. Dhe dhunohet barbarisht sepse njërësi ishte shkrepur në kokë që ti ke parë të dashurin tim. Pra kaq është. Kjo është zanafilla, këtu fillon dhe këtu mbaron. Akti i dhunës, edhe mos merre vesh kurrë, por xhirimi i aktit të dhunës dhe shantazhi që atë akt të dhune do ta hedhin në rrjetet sociale për ta bulluar në vazhdim minorenën tjetër, kjo është pjesa e rëndë e kësaj historie. Mund të ndodhin dhunime të tilla shumë dhe ne si marrim vesh, nuk i dim. Por fakti që e xhirojnë vajzën dhe duan me këtë xhirim t'i bëjnë shantazh asaj që kush e di si mund ta përdorin më pas atë video, kjo është pjesa që për këtë kërkohet reagim, sepse një vajzë me Kalashnikovin në krah, që shkon normalisht në mësim, dhe askush nuk reagon në atë shkollë, kjo është një pikë pyetje. Një vajzë me kalash në krah të vizatuar, me sjelljet të cilat i kanë treguar më pas, në një mjedis në Fier, në zonën ku jeton, dhe nuk ka asnjë reagim nga milionat që marrin shoqatat, bashkia, institucionet... Pra po, është problem i shumë institucioneve, Tela. Një familje që le vajzën në Fier dhe ikën emigracion dhe vajzën e rrit gjyshja, një familje tjetër ku babai ka dhunuar nënën dhe është divorcuar dhe pastaj vajza ka parë babain që dhunon nënën dhe dhunon dhe ajo nënën, këto janë problematikat reale të shoqërisë shqiptare, të cilat patjetër që ka nevojë që dikush t'i qëndrojë pranë. Dikush, bashkia ka institucionet e saj, policia ka institucionet e saj, shkolla ka institucionet e saj, dhe gjitha këto mos ngjerret vetëm te familja, se ne themi familja ka fajt. Është gjithë shoqëria. Në atë analizën që unë bëra, përmenda që nga familja, që nga shkolla, institucionet, pra dhe në vazhdën e gjithë këtyre që unë përmenda dhe analizova, mendoj që edhe pjesa e shëndetit mendor duhet trajtuar. Sepse ne merremi me këtë rastin... Mori një peshë më shumë se ç'duhet në Jo, në emision po thua, apo në përgjithësi. Patjetër që akti është shumë i rëndë. Patjetër që akti i dhunës është shumë i rëndë, por nga ana tjetër ne kemi dhe, sepse duhet ta nisim që nga gjeneza. Këto vajza shkojnë në shkollë, ka patur një sinjalizim çfarë sjellje kanë, ka një psikolog shkolla, një oficer, sepse ka oficer në shkolla apo jo. Familja ka pasur në një ankesë. Pra është aq shumë e lidhur zinxhir dhe nuk bëhet fjalë për një fenomen. Ka pasur një ankesë pasi ndodhi ngjarja, sepse është familja e vajzës së dhunuar pasi ndodhi ngjarja. Po ndërkohë, nëna e vajzës që kishte probleme të karakterit mendor është dhunuar në mënyrë të vazhdueshme nga e bija. Dhe ajo ka heshtur, e ka pranuar këtë si normalitet. Pra çfarë dua të them me këtë është që kjo ngjarje duhet të na shqetësojë në të gjitha dimensionet. Se këtu ti ke psikologun e shkollës ka reaguar të thotë që këto vajzat kanë prirje të dhunshme,
Ka patur raste të tjera, Mund bëj një të tjera në shkollë. Një psikolog shkolle ka 300 zënë, nuk ka një Atëherë, klasë. gjitha këto janë probleme që duhen diskutuar. Pra, ne nuk mund të dalim vetëm të një episod. Nëse ka patur mungesë të hetimit nga ana e policisë, dhe unë mendoj dhe kam dyshime të forta që policia nuk ka reaguar dhe reaguan vetëm pasi doli video në publik. Pra, pasi u publikua. Kjo është edhe më e rëndë dhe patjetër duhet ketë ndëshkime dhe në radhët e policisë. Por nga ana tjetër ne nuk mund të lëmë të harrojmë këto fenomenet e tjera. Në këtë histori bie bara më e madhe për shkak të videos të publikuar. Nuk është përgjegjësa kryesore. Sepse edhe fakti që video ka dalë është një shqetësim vete, sepse është cënuar dinjiteti i një vajze të dhunuar.